finalistëve të shkojnë të vishen, të kthejnë në gjendjen e tyre normale, sepse do jetë shumë qesharake pastaj të mund të debatojmë dhe diskutojmë për tema serioze, ndërkohë që jeni ende me lukun e performancave. Unë nuk i heq këto. Kjo ishte tema më serioze. Që s'ma dhatë. Qa tha, Moza? A shumë mirë kështu si që është, thot, nuk do t'i heqë. Shumë mirë është. A je rahasi ashtu? Shumë. Okej, perfekt. Do flasim pak tani për një dinamik që në fakt ka filluar me kohë. Ka filluar ndoshta saktësisht kur kanë qenë të izoluar tek fakiri, por pastaj është përshkallëzuar nga sfida dhe më pas edhe nga të tjera përplasje që kanë patur me njëri tjetrin. E kam fjalën për Bujakën dhe Blerinën. Bujaka dhe Blerina kanë patur një komunikim pothuajse të munguar gjatë këtyre ditëve. Nëse ka ndodhur gjithmonë shumë i tensionuar dhe le të themi me të dy anët, nuk dua që të mbaj anën e njërit apo tjetrit, le të themi që të dy keni qenë të acaruar në mënyrat tuaja, e shohim se çfarë ka ndodhur dhe pastaj diskutojmë së bashku. Për mua është personazhi më negativ që kemi pasur që kur kemi hyrë këtu brenda, nuk kupton, nuk do të kuptoj. Kom thonë për fillimit deri në fund për mu është njeri ma fake në film. Puthe qik moza. Normal, hajde mos puthi herë. Puthe dhe gruntate tani në ana tjetër. Hej, Qa ke? qysh, grunta? A fiton personi që nuk zbret në kompromise ose ai që fërkohet në mëngjesi deri në darkë, duke pasur çështje jashtë. Grunta? Po, përshëndet edhe gruan tënde mbasi puthe mozën po them. Kenaj problem? Ti po ma përmen në gruna, ti ko ke budall kejt. E ka fituar Bujaka! Unë pranoj që kam humbur, ka që thjesht. Por, do kisha preferuar që të fitonte Henri dhe të shkoja ballë për ballë me Bujarin. Të paktën ta dija çfarë mendon publiku. Plus si sjellën në garë që bën me javës që kaloi. Ai shkon në trans agonistik djeli. Ai e peça bërë. Ai mori Romiën e çën kam. Po nuk më intereson fare, vllai nuk më intereson. Po ne donin ta kryenim këtë moment. Sepse ishim me dhunën akoma e javës që kaloi. Kur ne po ndroheshim, tha ati, Bujar, ja lëm Blerinës dhe shkojmë kokën dhe ti? Asun si ha thjerëzat e tua, pa lidhje Jam dakord me atë që thua ti. Tani mund të rregullosh pak mënyrën e komunikimit dhe të bëjmë të gjitha gjë. Ti mos më me mu, zero jeti. Ti kur më mu mos më përmend mo hiç, as për të mirë. Do largohesh ti apo jo? Ik largohesh këtu. Largo. Zero. Bështy nga goja, largo. Që baro. Ti s'denat me kërku falje kur më ke kërkuar smut. E plotur. Nuk qava për faktin e ofendimeve të tij që për mua janë zero. Po kishim jashtë, kishim zgjedhë ndryshe këtë gjëra. Ai që merr frymë afër oksigjenin tim më shkatron në nervat. Në rast ofendimet vinë nga një person si ai, për mua është vetëm vlerësim. Mua nuk më ka fol më ashtu një as baba im, që vjen ai më ngren zërin mua dhe vjen shpagull. Amenu me liberon për c***. La, i tash mozës, të lutem thuaj atij, sepse do dal me zarf zgjishëm të bëlla. Mendon se me lujt viktimën tu mund fiton gjëra për publikut edhe mund ja ul pikë Bujakës. Ric, dhe ajo, do me ul pikët jakës me këto që po bën, që po qarë. Se unë e kuptoj. Se e ka kop nominimin tash. Po shtu ma përmen emrin, fej mëngjesit, fej djeshit, ging, Bujaka. Shkoni thot Mozës, unë e s'du mi fol. Knej mu gacmon non-stop. Se ne të regullohen e lirë, qofë se dënë. Blerina dhe Bujaka duket si një situatë jo izoluar, në fakt duket si situatat akumuluara prej kohësh, por që ndoshta gjatë atyre ditëve kanë shpërthyer dhe Bujaka mendon se vinë nga nominimi. Sa i vërtet është në këtë që... Përshëndetje Arbana, në rast se do ishte për faktin e nominimit, unë nuk e di, bë java e 5 e 6 dhe do kisha pas polemika dhe debate me gjithë shtëpinë në rast se do ishte fakti nominimeve. Gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë, se unë nuk kam ndryshuar asnjëherë sjelljen dhe nuk kam prekur asnjëherë ato që janë vlerat e mia dhe respekti kundrejt të gjithë, ato që janë antarët e fermës deri tani. Unë me Bujarin kam pas problem që ditën 1, kur ai ka ardhur
në mos parën të dytën, kur më ka ardhur tek xhami i kuzhinës, duke më përmendur profesionin dhe personat me cilën kam punuar, dhe kjo sepse kisha shumë prepotencë sipas tij për të shprehur gjërat, po mbase thjesht nuk i kuptonte, dhe pastaj për mua apoteoza ka qenë tek Agaj, ku ka marrë mikrofonin dhe ka vënë të pasmet, duke lëshuar gazra përpara 4 femrave dhe 2 djemve, të gjithë profesionistë dhe të gjithë arritur në karrierët e tyre, dhe ajo për mua është një diçka e pa falshme, një diçka që publiku shqiptar nuk e meriton, produksioni dhe gjithë ky format nuk e meritojmë, dhe sidomos ne që ishim aty brenda dhe ishim në të njëjtin frame me këtë gjë. Futi pastaj edhe faktin e provës ku dëmtua Sara dhe e kemi diskutuar më shumë se një herë. Më vonë provës më ka ardhur ball për ball, gati ball për ball, në kuptimin fizik ball për ball, tek kuzhina, duke më sfiduar, duke më tentuar të më intimidonte, gjë që mua nuk më krijon asnjë lloj problemi, vetëm tregon veten se si Bujari trajton dhe diskriminon dhe denigron femrat, ashtu siç e ka bërë dhe me fermere dhe fermerë të tjerë këtu brenda. Kështu që unë më shumë se më qartë se kaq nuk di ta shpjegoj pozicionin tim. Okej, ka patur pra disa momente, disa situata që të kanë prekur. Po, dhe unë nuk ngacmoj njëri, se në rast se do kisha ngacmuar, do ishte e dukshme dhe më beso që do kishte dhe konsekuence, pasoja. Kështu që më vjen keq, po nuk jam person që i stigon të tjerët. Bujaka? Pa fillu të egzagjeroj si kjo që foli, nëse flasim për edukat... Si kjo që foli, Arbana? Nëse flasim për edukatën, me edukat është kur një njeri është i smur të fakiri edhe kërkon me ull... Ishte pas dite dhe ishim 7 vetë aty brenda. Nuk të fola aty, ta është e në gjë, të rego edukat prap që s'po të regon. Edhe kjo fillon prap me ato tonalitetet e veta, unë i smur, edhe ato gazra që përmen kjo, une e kum shu me qëllim se kjo nuk ndalën kur një njeri është i smur. Edukata tjetër është për ndryshe që nga gjithë kjo njeri mundet me kërku falje, njeri mundet me diskutu prap, une kum kërku me diskutu prap, me kë? Te volejbolli, te kjo, te ajo, po mos në ndërprej, më të regoj edukume, Albana të falje. Që unë nuk e ndërprejva. A i ke kërkuar të bisedoni? Bujaka? Unë kom kërku mu afru, jenë afru pak të volejbolli, pak të ajo, kjo është ajo që e ka bo e para. Mus ma përmen emrin, mus e bo këto, mus e bo ato. Nejse, se për mu nuk ka nevoj shumë mu egzageru, unë e munona me kalzu realitetin. Gjoja 2 që i ka dhim të kësoj goce pe mije, është e loja që kina bo me Fabiolen për jashtë, që u kom pytja kush është ma fake edhe me kënë s'kishe dosht as për jashtë as mrena me pos kontakt. Unë me kitë njeri duke e pos siljen e soj, kom qef as mrena as jashtë me pos kontakt. Pak të për diçka jemi dakord. Po mos në ndërprej, more se po të regu është e pa edukume. Unë njeri, mas nej, herën e 3 të sfida, kjo, këtu dollum të... Bjerina të lutëm. Kjo, se s'm kellon me ta përmen emra. Okej, atë kjo tek sfidat, ose tek televotimet, kur afruan këto sene, fillon egzageron me atë fejkin e vetë, fillon qonë, fillon bën këto, bën ato, bën sfid, mu më ka qujtë dhunus grosh, u pa dhe atë mu më ka përmen grun, këtu dollum prap të edukata dhe të entuziasmi saj për me bo fejkeren të kjo pjesë. Shtu që une, pa mor parasysh, e kalëzoj vetën, nuk jam djali ma i miri këtu, se perfekto veç zotin alt, edhe me ka që kisha përfundu, nuk kisha dasht me dhonë ma shumë koment. Okej. Blerina, të bashkë për lotër sot, qëfar të preku, qëfar të lëndoj, qëfar mërziti? Sepse be që i kemi mbyllur diskutime midis njëri tjetrit dhe provokimet e vazhdueshme dhe ofendimet ose që e digjoj duke folur, për mua, kur unë e kam mbyllë si diskutim, kjo edhe sidomos mënyra
gati e dhunshme që ai me mënyrën e tonit, po, unë shoh të atill, sepse unë nuk flas asnjëherë në atë lloj gjuhe dhe në atë lloj dhe asnjëri nga ne në linjë përgjithshme nuk flet në atë lloj. Vetëm një ofendim që ta humbon ty. Dhe fakti që përsërit fjalët edhe thjesht fakti që ti përsërit fjalët e mia për të më tallur. Afrohem dikun, afrohem me këto, me ato. Unë qohem, po, qohem, sepse nuk dua të kem asnjë lloj përballje me ty, sepse e di që ti nuk e kontrollon veten dhe unë nuk dua dal nga vetvetja duke folur me ty, sepse e di që ti je provokues në mënyrë të vazhdueshme. Edhe thjesht fakti që më përsërit fjalët ndërkohë që më flas, po ti flet mua fake? Ma fake se krejt këtu, po, se ti qashtu je. Po duket që nuk ke një sy të qartë për një analizë reale për atë që ndodh të brenda, dhe kjo është për sa i rezultati. Qa e bon tim duke qoj, unë qaj sepse kam ngarkesa emotive dhe për mos bërë gabime dhe mos me dal nga vetja, gjë që nuk ma lejon edukata, sepse unë kam një vlla aty jashtë që më shikon dhe nuk dua të jap një shembull të gabuar duke u marrë me personazhe si ty. Kërkoj falje. Kjo jam unë. Edhe këtë e kam treguar që nga dita 1. Unë nuk kam dal asnjëherë nga vetja. Kur? Ti më ke kërcnu, më ke thonë do miren njerëzit ligjor me ty e po pa tjetër, për dëmtim imazhit dhe për shpifje, pa diskutim. Dëmtim imazhit, nëse ka të dëmtim imazhit. Po ti bëre thirrje ndjekësve tu virtual duke më thënë. Ja, unë s'më bëj. Ti armiku im digital më the. Në ç'moment moment mendon dhe si ka ndodhur që Bujaka të ka dëmtuar imazhin? Po duke thënë këto, tani unë fjalët tamam nuk i mbaj mend se kanë qenë aq shumë, thjesht me faktin e fakirit, Arbana. Oj motër, se kom dosht me full, me ta përmena. Jo, ti nuk e dash asnjëherë të komunikosh me mua dhe as nuk kërkosh falje. Nuk e ke bërë kur një para meje, kur. Sepse unë kam qenë e para që t'ka marrë dhe t'kam dhënë këshilla që mos bëj ofendime diskriminuese dhe homofobe, duke të dhënë këshilla si të bëj komunikime me të tjerë. Unë kam qenë e para. I bëj nërësy gjithve dhe i bëj me plot krenari. Po pra, dhe gazrat i lëshove me krenari për para gjithë Shqipërisë. Po të lutem tani, nuk dua të diskutoj me ty. Ju lutem, a mos shkojmë aty se kam dashur ta evitoj këtë temë. Edhe unë, Arbana, edhe unë, po është diçka që çfarë mënyre ja dole ta sillni prapë ja doli kjo. Në transmetim, ku na ndjekin aq shumë shikues, bravo ju qoftë, jeni të papar. Tani, ajo që unë dua të kuptoj është, kur thua më dëmton imazhin dikush, si ja del ta dëmtoj imazhin dikush, me fjalët që thot, edhe në mënyrat... Nëse fjalët janë të gabuar, ai dëmton imazhin e vet, pse duhet të dëmtoj imazhin tënd, nuk e kuptoj. As që ti kujtohet, s'do na çafat. Mënyra se si ti reagon, tregon për ty. Tregoj pak? Po. Moza, doja të pyesja. Të pash që bëje thirrje që shpëtojnë Blerinën, do të vinte keq nëse Blerina do të largohej sonte nga ferma? Nuk do kisha dëshirë të largohej, sepse Blerina është një personazh që mban shumë kulturë brenda vetes, nuk ka gjetur regjistër këtu me shokët që ta shpalosi. Ndoshta është edhe një lloj frenimi që ajo ka se ka jetuar në ndërkulturë, po prap ky lloj frenimi dhe ajo kulturë që ka marrë, që është kulturë konvencionale, shkollë, po është shumë e thellë dhe unë e vlerësoj për këtë, e pengon që të kuptoj një ideal të talentuar si Jaka, që është i vetë formuar dhe që vjen nga kultura me rrënjë toksore, jo thjesht kultura e librave. Besoj se ky është antikapi kryesor i këtyre të dyve në marrëdhënie. Prandaj nuk funksionon marrëdhënia atyre, mendon? Nuk funksionon dot përsosmërisht, por edhe nga ana e Blerinës jam e habitur se si ajo për shembull mund të kaloj ditë ose javë duke zhvilluar marrëdhënie elementare, normal, jeta i ka këto, dhe mos zbuloj ato aspekte akademike, kapaciteti që ajo ka. Dhe që edhe sot, për shembull, para dite i bëra një intervistë Kastile për ta testuar, është vërtet e formuar shumë mirë dhe do më vinte keq që ta linte garën në këtë pikë. Okej, mes Blerinës dhe Henrit, zgjedh Blerinën? Po, unë nuk duhet vijem këtë provë, se dhe për Henrin kam disa lloje caktuara debolesash. Okej, po nëse do duhet të zgjidhje, këto zgjidhje? Le të vendosi publiku, jo, nuk do zgjedh, nuk do bëjmë zgjedhje. Po t'ishe për mua, ata që janë të rinë deri në fund dhe të bëhet shpallja në fund.
Po kjo nuk është e mundur, ti e di që kjo nuk është e mundur, kjo është një garë, nuk zgjedhun. Jo, nuk zgjedh ti, por ti orienton. Ti ke mundësi të orienton dhe të ndikosh. Dhe në qoftë se ti thua publikut që shikosh shpëtoni Blerinën, mesazhi që merr është që le të dalë Henri. Jo, nuk e them ashtu, sepse Blerina pastaj mblodhi vetullat kur pa që po rria në një karrike me Henrin ngjitur dhe po bëja muhabet, me shaka i mblodhi vetullat, po unë ky lloj njeriu jam që i du të gjithë dhe rri me të gjithë dhe ato që kisha për t'ja thënë një herë Henrit, ja kam thënë një herë në Minova, por ai bisedon me të tjerë kryesisht, nuk e di çfarë vlerash më ka evidentuar me Zhakun gjatë këtyre ditëve, se me atë e shikoj që rri shumë, kështu që nuk mund të ndikoj në vlerën që është e jashtme dhe në cilën unë s'kam pas akses. Angel, lidhje me debatet, ja ka Blerina, cili është mendoj që dy fermerët nuk kanë absolutisht asnjë lloj kimie apo pëlqimi karakterial ndaj njëri tjetrit. Moza e ceku pak, ndoshta formimet e tyre të ndryshme bën që të mos arrin të gjejnë pikat e përbashkëta të komunikimit. Megjithëse kam përshtypjen që Blerina këtë situatën me Bujakën nuk e ka nisur organikisht nga vetja vetë ose nga situata vetë, ka nisur pak më herët kur ishte ndoshta ajo pjesa e grupimeve ku Moza ishte vetëm me Bujakën dhe këta ishin një grup shumë i madh kundra Mozës dhe Bujakës, që kanë qenë ato veprimet që kur këta uleshin, këta çoheshin. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Ne kemi pas debatin që ditën e dytë. Blerina kanë qenë ca skena ku në momentet që afrohej qoftë Moza, e cila shqyr mbas 2 muajve arritët të bënit një bisedë ti dhe Moza. Jo, kemi bërë dhe biseda para prake. Unë kam parë skena kur Moza ka ardhur, ju e një çuar në këmbë keni hikur që të gjithë, e keni lënë aty Bujakën, Moza. Nëse ka qenë me Bujarin. Urdhra? Mos generalizo. M'fal ti si e çuar. M'fal ti nuk e çuar. Po këta që të kanë dëgjuar ty, këta janë çu. Edhe Mua, nuk kam paket magjike që ti të miroj njerëzit. Qohuni ikni ose rrini ulluni. Jo, po të thash nuk është faji jot, ata vetë kanë dashur të përdoren, nuk e ke bërë ti je super në rregull. Dhe po thoja që ka qenë kjo situata e tensionuar me të dyja palët dhe çuditërisht e gjitha kjo u katalizua pastaj në një konflikt mes Bujakës edhe Blerinës që unë kam përshtypje, siç e thanë ata vetëmja përbashkët që kanë në qas jashtë më shumë gjasa, nuk do i shkojë me njëri tjetrin, por ndoshta Moza mund të qenë një pikë lidhse e të dyja palëve, por nëse Bujari do kishte ardhur që në fillim të kërkonte një lloj diskutimi me mua, të kërkonte falje, ashtu siç ka ndodhur ditët e para, unë nuk do isha çuar për mos e vlerësuar një mënyrë komunikimi midis nesh. Smure të s'ke kërku falje, ti e ki kryte ngrit pak. Për çfarë duhet kërkoja, për çfarë ishte pas dite, ishim të izoluar për çështje, të gjithë kemi pasur periudhat e tona me alergji, ku kemi marrë antihistaminik, dhe nuk është se kishe ndonjë patologji. Më fali që t'ju ndërpres edhe e mbyll, për ishte të vërtetës Bujaka në një hapësirë aq të vogël, 7 veta, është e pamundur t'i kërkosh që të mos flasje asnjëri vetëm se ti je smur, dhe nga ana tjetër, nuk dua ta përmendim prap xhestin se u bëm si edukator tani, jo mungesë edukate kur një është smur të bësh zhurmë, jo mungesë edukate të bësh veprime të tjera, as xhesti jot nuk ka qenë shumë i bukur, por një diskutim, mendoj, një diskutim mes të rriturish mund kishte ndodhur për ose pastaj Arbana e fundit një këndvështrim tjetër imi, kjo është shumë artificiale, ndoshta e gjitha për të krijuar një situatë për të diskutuar sonte. Okej, mirë, do ta mbyllim dhe do të falenderojmë tani UBA Bank, që si një bashkëpunëtor i hyer ndër vite i Fermavit ofron norma fitimi të larta në çdo depozit, sepse tek UBA Bank çdo klient konsiderohet partner. Shohim këtë klip me UBA Bank dhe rikthehemi më njëherë së bashku.